Mirëmbrëma dhe mirë se ardhët në Nerv. Sonte do të flasim për Kosovën e viteve 80 dhe 90. Musafiri jam është gazetar, publicist, redaktor, aktivist i drejtave të njerëzit, aktivist politik, njëri që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për Kosovën, sidomos në fund viteve 80 në fillim të viteve 90. Sali Kabashi, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në Nerv. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjej. Faleminderit shumë për ardhjen, jem shumë i nderuar që sonte do të diskutojmë bashkë për Kosovën. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Kisha me nisë me fillimin e viteve 80, me vitin 81, ndoshta me demonstratat e vitit 81, ju keni qenë në Kosovë në atë kohë, keni jetu këtu dhe keni punu si profesor apo jo në Mitrovic, në Istog, në Pej, ku keni qenë vitin 80? Aso kohë kam qenë profesor e gjuhës shqipe në shkollën e artit në Pej. Shkollën e mesme të artit në Pej. Dhe të them të drejtën, lëvizja e 81-shit edhe nuk më ka pas befasu. Pse? Sepse ajo lëvizje gojarisht zhvillohej ditë për ditë në mes të njerëzve të cilët kishin një afinitet me fol për dheun, për gjenin e rënd të ty, dhe une aso kohë e ndjeja, jo vetëm nga ato që i thoni njerëzit, por thjesht ishte në ajrë, ishte diçka që pritej di lëvizje. Pritej, pse? Sepse në qofse deri në 1980, po flasun e sidomos për periudhën pas rënjes së Rankovicit. Edhe deri atëherë, Kosova kishte një farsoj avansimi, një farsoj ngritje, një farsoj lullëzimi kulturor e shkencor. Në atë periudhë ndodhen edhe hapja e Kosovës, e institucioneve arsimore e shkencore të Kosovës me Republikën e Shqipërisë, që nuk kishte ndodhur deri atëherë. No, marrëveshja për Universiteti i Prishtinës me Tiranën 71. Kjo ka pas një ndikim shumë të madh, dhe njerëzit ishin plot patriotizëm. Po, patriotizmi ynë aso kohë kishte elementet shumë të një folklorizmi, apo kupton mirë, po prapë se prapë. Ishte patriotizmi dhe pritej se do të ketë diçka. Do të ketë diçka që do të befasoj. Do të befasoj për të mirë ata që e dëshirojnë atë, dhe për të keq ata të cilët ishin kujdestar për një Jugoslavi e tillë çfarë ishte pjesë e republikave dhe krajinave aty. Brenda saj. E kam ditë se unë e kam përjetuar dhe demonstratat e 68-s. Për Kosovën dhe Republikë, po. Për Kosovën dhe Republikë. Dhe e kam ditë se këto... Keni qenë student në atë kohë, po? Student, po. E kam ditë se nuk ka me përfundu vetëm më aqë, me një defilim të djemve e vajzave të guximshme në për rrugët e Prishtinës. 81 apo 68? Tash po flas për 81-shin. 81, okay. Për 81-shin. E kam ditë se kjo nuk do të përfundojë me kaq. Se ka fillu diçka, ka shpresuar diçka, edhe kjo nuk mund të ndalet. Edhe nuk u ndal, në fakt. Kontribut në këte kanë thonë edhe intelektual të Kosovës. Kjo i pat friksu bukur shumë kuadrat e politike shqiptare të Kosovës, të cilët në një mënyrë ose në një tjetër u dorëzuan nga kërcënimet që vinin nga Serbia, Beogradi. Po, me qenë se po e përmendin, vitin 68, Kosova po organizon, ose rinia studentore po organizon demonstrata për Kosovën në Republikë.
Edhe situata në Kosovë po përmirësohet ndjeshëm, siç e përmendet edhe ju. Po me demonstratat e vitit 81. Cili ka qenë përfitimi? A është dashur me u bë ato demonstrata pas vdekjes Titos? Apo ndoshta ka qenë më mirë me u bë përpara? Për shembull, një prej njerëzve që ka dhënë një kontribut shumë të madh për lirinë dhe për pavarësinë e Kosovës, Adem Demaçi, ai ka qenë i thari idesë që në vitin 74 është dashur me bëna demonstrata, jo në vitin jo ma vonë, por në 74-ën kur është vendosur për statusin politik të Kosovës. Mënyrë që me bë presion që Kosova me fitu në 74-ën statusin e Republikës, edhe jo të Krajinës. Në 74, sa më men unë, ka pas plot vehtje, dhe më thanë, personalitete edhe të politikës dhe të kulturë, të cilet kanë anu ka qëllimi që Kosova të bëhe pjesë e barabartë e Federatës Jugoslave, dhe më thanë, se të fiton të statusin e Republikës. Edhe në mesin e politikanëve të cilit nuk e thonin zëshëm këte, por se linin të nënkuptohej se edhe ata janë me këte. Dhe unë mund të them se realisht duhet të jemi hileqar, ka pas në mesin e politikanëve të Kosovës, të cilët ne i kemi quajtur gjithë qërshë edhe unë, jo titiste, jo tradhtare, janë e këne, ka pas, megjithatë ka pas njerëz, ka pas figura, të cilat intimisht dhe drejt për drejt, ndoshta me garniturat serbe në Beograd, nuk kanë ullë kokën. Nuk e kanë ullë kokën. I kanë mbrojt interesin e Kosovës. Të drejtën e Kosovës, gjithmonë me një fjallore cili nuk acaron, apo kupton, mirë po që lënë të nënkuptohet, se demonstratat e të nishit dhe kërkesat për Republikë nuk janë të kota, po janë të bazuara, edhe se këto i do populli, edhe se intimisht do shtë edhe ata i dorë. Cili është përfitimi më i madh që e kanë fituar shqiptarët e Kosovës me demonstratat e vitit 81? Unë mendoj se me 81-shin Kosovës, shqiptarëve të saj, u është përkujtuar periudha 1912-1919, dhe më thanë e dhunës dhe masakrës dhe gjithë asaj ploje që ka bërë Serbia në Kosovë. Dhe të gjithë ata të cilët eventualisht do të kishin kriju iluzionin se ajo periudhë kur nuk do të përsëritet, e panë se ëndrat serbe për të pasur një Kosovë vetëm serbe, nuk ishin përfunduar. Ato bile ishin në gjallë dhe ishin shumë të ashpra. Këtu e shohune, dhe më thanë, u evoku një periudhë historike dhe u bë komparacioni midis asaj që ka ndodhur atëherë dhe kësaj që po ndodh, edhe që mund të ndodhë tash, edhe që ndodhi, dhe më thanë dekada më vonë. Kjo është rëndësia më e madhe, si thasjush për kështu mendoj unë. Po, ju e përmendet që gjendja në 70-at ka qenë shumë më mirë. Po çka ndodh mas demonstratave të 81-it? Cila është gjendja si thasjush? Intereson edhe përvoja personale. Unë mund të flas, sidomos mund të flas nga përvojat personale. Mas të 81-shës, domethënë, u kriju një gjendje e jashtëzakonshme. Çka do të thotë kjo? Që secili duhet të ketë kujdes se çka do të nxjerrë nga goja, cilat fjalë do të nxjerrë nga goja. Do të jetë i vëmendshëm, duhet të jetë i vëmendshëm, sepse erdhi ajo që u shqujt në mënyrë shumë të njohur, ndoshta ende njëte, diferencimi ideopolitik. Çka do të thoshte kjo? Kjo do të thoshte se shqiptarët,
sidomos ata të diturit, ata të ngriturit, studentët, pjesa, domethënë, e arsimuar e popullit duhej në çdo rast të tregonin besnikëri ndaj vlerave të revolucionit, ashtu thuaj, 45, domethënë revolucionit jugoslav, të luftës nacionale shërimtare, cila ka qenë një mishmash, ka qenë një përzierje e krimeve dhe atyne që ata kanë qujtë shërim. Mendoj unë se pos tjerash, 81-shi tregoj që urrëtia serbe ndaj shqiptarëve jo që nuk kishte pashitur, përkundrazi pas ka qenë e futur në një vakum dhe shpërthej haptas. Domethënë, unë muaj mend kur ata serb të cilët në kolektivet tona deri atëherë ishin treguar deri diku të sjellshëm e diku, tash ata e ndjen se ju erdhi dita. Ne që biti ka oshtoj bilo, thuaj, atëherë e thonin njëri tjetër, domethënë, ma nuk do të jetë që shka qenë përpara. Që përpara nuk kupton vitet e 70-ta. Shqiptarë, domethënë, kanë dashur edhe kanë pretenduar me qenë të barabartë me serbët edhe me qenë edhe mita. Kjo është shumë, e kom pa një degradim, po ashtu, një degradim në atë kohë, e kundër të asaj që thash është një entuziazmi që e kështë e ka plu një pjesë të popullatës edhe të strukturat që të bës arsimore, shkencore. Dhe më thanë, e pash rënjen shumë poshtë të vetdijes kombëtare. Dhe më thanë, Serbia në atë kohë arriti që të bënte për veti pjesën e pa arsimuar të shqiptare, pjesën fshatareske, në gjirin e asaj që quaj klasë punëtore, gjeti karrierist, të cilët u ngritën edhe kundër edhe u bën, që më thonë ISO, ju bën bashk pretendimeve serbe se këtu duhet një dajak i fort për të shtypur këtë, si quaj, u qujt, edhe u përsërit kundër revolucion. Po, janë cilësu si kundër revolucion që është kvalifikimi ma i rëndë që mundet me udhënë një sistem. E cili hapte rrugë për ndëshkime ma brutale të mundshme. Cilat kanë qenë përvojat e juja personale? Qa ka ndodhë me juve mas demonstratave të vitit 81? Ju si që thatë marrët, keni qenë të punu në shkollën e artit si profesor në PEI, si profesor i gjuhës? Ishte atëherë u bë mod dhe politikisht domosdoshmëri. Jo që do isha une, që do ishin të bashkëmendimtar të mi, po kështu u bë një urdhër politik, se të mlidheshin shpesh kolektivet punonjëse, të mlidheshin dhe të diskutonin për zhvillimin politike dhe të mos largohemi shumë se armikun e kemi këtu. Dhe më thanë ishte sa urdhër qaq edhe dhe më thanë nëzitje për me fut njerëzit në grindje me njeri tjetrin. Dhe kështu në kolektivin punonjës gjinde i dikush, nështë kuriri i shkollës, a dikush tjetër, i cili ngritej në atë, thoshtë se filonën e kom dëgju të thonë valla Republika, veç ajo në pështon ne. Filonën, dhe më thonë, e futen atëfar diferencimin ideopolitik quhej atë, të cilin
njerëzit e mençur të asaj kohe kanë vëre se nuk ishte kur gjatë tjetër pos spionim i shqiptarit nga shqiptari. E cila ka qenë, se po du me ta tregu një me 68-ën, jem fut para disa jave në arkiv të Kosovës, edhe kom marrë dokumente që lidhen me demonstratat e 68-ës, është digresion. Edhe më ka bu përshtypje që nuk ka kuvend komunal, nuk ka shkollë fillore e mesme në secilin komunë të Kosovës, nuk ka ndërmarrje shoqërore e Kosovës, që nuk i ka denu me telegram demonstratat e vitit 68. Kjo me siguri ka ndodhur edhe me 81-ën edhe me siguri edhe më ashpër se sa e vitit 68. Po më intereson përvoja juaj personale. Çka ka ndodhur me juve personalisht mas këtyre demonstratave? Domethënë unë në atë kohë pa vonuar shumë, domethënë dhe rash në sy. Rash në sy e jo që nuk më kishin evidencu edhe ma përpara se më kishin marrë biseda, në interrogim. Biseda informative quaj ashtu apo kupton se ose unë kom hamër edhe 2 muaj burg për shembull 68-ën. 2 muaj ditë kom pas burg. E burgi i cili ma ka pas shty dasmën teme. E kom pas dasmën në gusht të 68-ës edhe e shtyla për 1 vjet. Sepse duhej me majt ato 2 vjetë, kjo ishte sa edhe më shveqeqe edhe qëshërake. Dhe më thanë, unë isha i njohur për ta. Edhe më vjen keq se kjo mund të interpretohet si një menjëmasi e imja. E kupton? Por ka qenë tek komunistët Jugoslavë, të Kosovës, dhe më thonë, edhe të shqiptarët bashkë me vëllezërit e tyre, dhe më thonë, ka qenë ai farë mendimi se një njeri që dine që flet, ajo është domosdoj rrezikshëm. Dhe më thonë, një shqiptar që ka kapacitet, ajo është rrezikshëm, edhe duhet me bloku ose me eliminu. Kështu ishte kjo punë. Dhe më thonë, unë e rash në sy. E keni prish rinin, ju keni folë të rive aty? Po, ta mërme, kjo ishte akuza kryesore. Ajo tipike, dhe më thonë, e prishim rinin, e cila ishte në rrugën e Titos, ishte në rrugën e Vëllazërit Bashkimit, ishte, dhe më thonë, për krahase e politikës e mos inkuadrimit, ishte, dhe më thonë, ajo që e shikte perspektiven e vetme, dhe më thonë, bashkëtesën me skumbeve dhe komsive, etjere. Edhe ju largum prej punës, më ndaj, si Ne më largu tash do të para kësaj. Ne patëm disa ballafaqime. Është një profesor në Pej, mund t'ja keni dëgjuar emrin, Hasan Mujaj. Hasan Mujaj është doktor i gjufsisë. Po ka qenë me gradë, ka qenë kapiten i ushtrisë Jugoslave dhe ka qenë kuadër në ato njësitë territoriale. Në 81-shën i thanë ati ti shqip s'ki më folë këtë mo. Dhe më thanë, komanda, gjithë shka duhet të rikthejet që shka qenë në gjuhën zyrtare. Serbe. Dhe më thanë, serbe. Edhe tash, kush nuk e mbrojti ato, kush tjetër pos një qmendën për i Gjurakovësit. Salika Bash. Salika Bash, e u edhe tash rashën si ju. Ku e mbrojtët publikisht në shkollë, mbledhjet kolektive? Jo, e mbrojta në sallën e armatës popullore, ku uqmen Fadil Quranolli, ka qenë një farë generali atara, kuptan? Uqmen kush është kë që e mbron Hasan Mujën, kush është këtë, të më thonë, të poshtë erdhi, por, unë kom shkru letra lexuesish për Ninin e Beogradit, ku unë ju thosha atyne, jo, merë në me herojt e ju, se me Azembejtën, Hasan Prishtinën, në Verimine. Këtu ka qenë, janë, shkribe janë. Me emrin e juj, se disa... Me emrin e mbi emrin. Këte unë e kom preferu gjatë gjithë jetës sime, dhe përdorimi i emrit tim dhe mbi emrit, më ka ardhë si inkurajem
sidomos në Sloveni. Në qoftë se nuk është herët, dua ta them veç një moment. Ciril Zlobac ka qenë nën kryetar i kryesisë së Slovenisë, shtetit domethënë. Republikës Slovenisë. Baba i Jasha Zlobecit, miku tim më të madh jetën time që kom pasur. Ka ndërë jetë para disa vite. Po, ai më ka pason. Ju, shqiptarët, mos gaboni me lëviz nga ilegaliteti. Ju duhet të dilni haptas me kërkesat e juja. Sepse Serbia atë don se ju të fshiheni, të bëni diçka, të shtireni se po bëni diçka, e bëtë zbët, ajo ju ka për ju atë. Prandaj dilni haptas. Kështu, inkurajoni edhe tjerët, e masovizoni revolucion e juve. Shumë interesant, po. Të kthehemi pak të kjo aktiviteti juj edhe largimi mandej prej Kosovës, presioni, kështu largimi prej Kosovës për Sloveni. Ajo është shumë interesante, e kom pas përjetu me shumë dhimbje, se unë kom qenë një prej atyre që kom menu që jam një rilinda, se që po e gjallë jetën arsimore, e shkollës shqipe e tjere. Po, erdhi funi. U desht me votat njerëzve me cilët kisha pas shkëmbime me cilët menoja se jemi miqë, jemi shoka, ata që ngritën gishat edhe dhe më thanë me përjashtuan, mua më ndaluan që të futëm në obor të shkollës, asë në obor të shkollës. Dhe më thanë nuk mund të futesh erdhen, pjesëtar të sigurimit të shtetit, dhe thanë ti ka marrë fund puna jote. Edhe tash këtu nuk pritej gjatë, edhe se të marrë. Unë me gjithë punë nuk kishte teori. Në arsim jo se jo, pas punë kështu në ndërmarrje si punëtori? Jo, unë pa ta konkuru si përkthys në fabrikën e lëkur këpuzve në pej. A kupton, po natyrisht nuk më morën, edhe unë bëllën që thamë, unë kisha një familje relativisht madhe, edhe i vetmi i cili ishte i zoti i punës, e punës kishte u desht me mëri në Sloveni. Pse në Sloveni? Cili vit kjo? 80? Në cilin vit kjo? 80? Në 82. 82, okej. Dhe më thonë, çka ndodhi? Pse shkova në Sloveni? Sepse mu ma morën edhe pasaportën. Me letër njoftimin. S'keni mujt me dalë jashtë Jugosllavisë. Me letër njoftimin që kisha, unë vetëm në Sloveni mu isha me shku në Kroaci ose në këto republika tjera me letër njoftim. Shkova atje, fillova edukimin në xhirin e klasës punëtore. Përzi Malter, Salika Boshi, fort punëtori mirë. A më rëveshëm, livdojshë shumë. Mëse ne e gjeta një punë në Hekurudh. Në Hekurudh, dhe më thonë, i thojshën ata, ndihmës punëtori Hekurudh është. Mas, dhe më thonë, punës dhe zerore, është puna më e rëndë fizike. E kupton? Kom punua aty një vjetë gati, kur edhe aty u bota mëna më rëvesh, sepse une edhe aty shkrujsha. Që ka i letër ninit e, që ka i letër startit të Zagrebit, kupton? Që ka i letër Mladinës, kupton? Për gjendjen Kosovë, drejtat lirit e shqiptarëve, represion. Vetëm për këtë problematikë. Dhe ka dalë dhe më thonë, erdhen një ditë edhe thanë se ti nuk mundësh me ne këtu ishte është një vend në Ljubljan, i thojnë Cukrarna. Dhe më thonë, Cukrarna i bjen fabrikë sheqerit. Aja fabrikë sheqerit ka qenë në kohë të Jugoslavisë. Masanej u bo vendbanim i fokarave të Jugoslavisë. E kupton. Edhe unë pa ta zonë vend aty,
një dhomë e madhe me 40 krevate, a kupton? Edhe pa ta kërku une me dalë në një dhomë pak ma, më thanë, hajë shko të një shqiptar atje, kur shku atë shqiptarit, aj u anku, tha ja, kë, tha, zban martë, tha. Ky me gjithë të libra, këtë kësë në lejë gjithë natën me fjeta, më rëvështë edhe zban. Ka dhe dalë u prish atë edhe me të dhejësin e të, më hoqën për e tytë, edhe erdha në Kosovë. U ktheve vetë? U ktheve, ja nuk u ktheve vetë. Jam në punë. Me kampanjollën e policisë slovene, më kanë prunë Prishtinë këtu një herë, por më shtinë burga. Inicimi për me u burgos ka arë prej këtu? Prej këtujt, natyrisht. Sepse unë atje vetë me ngjaç që pa ta bot mirë për veti, mësova slovenisht shpejt. Shpejt. Mësova, e lexova Jusuf Grvalën slovenisht, që e kish përkthy përmes njerëzve të tij Ciril Zlobeci. Në kohën kur ai ishte vra, a kupton, ishte në indeks, më thonë, nuk lejohet përmendja e emrit të tij. Dhe mësova slovenisht në shkurt edhe shqip. Më prunë ata, denun këtu 4 vjetë, po nuk i mojta 4 vjetë. 2. I mojta 2 e diçka. Edhe dënimi ishte për propaganda rrëfisore kundër Jugosllavisë. Propaganda, më thonë, kam indoktrinu rinin, e kupton, dhe kam mbështet konceptet kundër revolucionare të demonstratave të 81-shit, është dhëvu në krah të armikut Jugoslavisë edhe të 2 vjetë të vlerave të Kosovë? Kretë pej, në qelin numër 10. Numër 10, ka qenë një fani mirë, e pa ta gjetë një parulla, e kom shkru dikon, parulla dhe aty, Kosovë Republikë, e luftë Jusuf Grvala, shumë interesant, ato i ka bo një glogjanas, Smajl Haradinaj. Smajl Haradinaj ka qenë një prej aktivistëve edhe i burgosur politik po ashtu, e në të farë aty, unë si gjeta 4-5 shkronja që përdojnë me thonë diska, mësane për gjithdit ka me thojt mitë, tu e zbulova mësane glogjanas, e të edhe të ne, atë Kosova Republikë, Jusuf Grvala. Shumë interesant. Pas daljes prej burgut, mandej, jeni kthy prapë Sloveni? U ktheva në Sloveni, po në Sloveni u ktheva më i fort. U ktheva më i fort, sepse në Sloveni kishte fillu një simpati për shqiptarët. Ndoshta ajo simpati për shqiptarët vinte edhe nga fakti se edhe ata ishin shenjat e dashjet për të shkputur nga Jugoslavia. Se nuk ju pëlqente edhe si kur e dinin, disa edhe më thonin edhe, deri se ajo bojnë ju, pëse nuk në bojnë edhe ne, nesër mas nesër. Edhe une, si thash, me slovenishtin që e kësha mësu ma parë, e intensifikova aktivitetin tim. Politik tash? Politik. Jo me punu në hekuru dhe me përzim alter, po? Nuk lejsha edhe pa punu pak, po masa nej s'pat mundësime, se puna u bosh e shumët, apo kupton? Edhe thjesht shkurt edhe shqip. Unë njoha njerëzit e duhur në kohën e duhur. Dhe me thonë edhe jam krenar, e kam mish... Gazetar, publicist, aktivist, që i shkun mimi përmend disa prej tyre përveç është, për shembull, unë të kam thonë, i të parëve ka qenë Jasha Zlobeci. Ai njeri ka shkru shumë, çdo javë ka pas një shkrim të Mladina e ka pas. Dhe në qufse ai tematika të cilën ai e shërtonte, nuk kishte lidhje me shqiptarët as Kosovën, ai po e gjetë në moment, brenda shkrimit ti,
edhe me përmend Kosovën, edhe me përmend fatin e keq saj të rrojtjes në Jugosllavi. E kupton? Ka qenë instruktori ka qenë regjisor. Ai ka bo një libra së kohë, Ptice na Kosovë, Zogjet e Kosovës, i cili i kushtohet kryesisht minatorëve të Trepçës. Të vërtetë. Masanej e ku pas edhe demisit më Peter Bozhicin, shkriptari njohur. Taras Kermenauer, baba i Matjash Hanxhekut. Okej. Dhe më tha njeriu i cili ka shkru librin Letra mikut tim serb. Në fakt letra të cilat ai ja ka shkru e ja ka kushtu përmes librit Dobrica Ćosićit, ku mes tjerash i thoshte, ju po shtypni shqiptarët, por ju do të humbni luftën tuaj me shqiptarët. Janë bjeshkët e Kosovës, janë fushat e Kosovës që kanë mju përbi. Merë me menti këte. Taras Kermenauer, baba i Matjash Hanxhekut. Po, Hanxhekut që ka bë po ashtu një libër për Demasin. Ai ka bë për Demasin, 10.000 edhe zborë. ka qenë mik i imi i pandashëm. Masanej, Milan Kleçi, ka qenë Dane Zajci, e përmenda Niko Grifenauerin, njerëz të elitës. Edhe ata, me të thonë drejtën, mos bjetë si po levdohen, ata mësun prej meje për Kosovën, e ndezun një leksion tjetër fare. Më ka pas thonë Jože Smolej, je i ri e nuk mund është me kujtu. Ai ka qenë funksionar i lartë i Lidhjes Socialiste, kryetar i Lidhjes Socialiste popullit punonjës në Sloveni, po edhe nën kryetar i Lidhjes Socialiste popullit punonjës në nivel Jugoslav. Më tregonte se si më shumë ne disa nga Slovenia e Kroacia po flasim në mbrojtje të Kosovës se sa kryetari i Lidhjes Socialiste të popullit punonjës në Kosovë. Në Kosovë. E kupton? Shumë interesant. Kjo, me siguri që s'kemi arrit mi përmend krejt, po mirë që i përmendëm disa, e pyetja e radhës është, çka kemi bërë na për këta intelektualët sloven, që kanë dhënë një kontribut të madh për Kosovën? Unë po zëri im si duket ka qenë një mekur, apo nuk ka qenë mjaft i fuqishëm, apo nuk ka pas shtizje për me mri deri te veshte e duhur, a kupton, po unë mendoj se janë disa figura në Sloveni, në mesin e intelektualëve, të cilat do duhet ta kishin spako ta bartnin një rrugë e Kosovës e Prishtinës ta bartë emrin e tyre. Ose një njohje prej institucioneve të për punën Kosovës. që kanë bërë. A është mirë nështë ta mi përmend edhe shqiptarë që kanë dhënë një kontribut atje, aktivistët politikë? Absolutisht. Përveç këtyre slovenëve. Duhet me përmend, ne kemi pas themelu në një vit para themelimit të Këshillit për mbrojtjen e Drejtave të lidhjeve të njerëzit, po. Ne kemi pas themelu në Ljubljan këtë këshill me këtë emër. Dhe më thonë, me të njëjtin emër. Edhe kemi përmes punës së atij këshilli, aktivizmit tonë në Maqedoni, në Kosovë, në Maltezi, ne kemi kriju 15 kumtesa, të cilat i kemi shpërnda në Bruxelles, në Këshillin e Evropës, në Strasbourg, në Parlamentin Evropian, edhe në Senatin Amerikan. Kumtesa sa i takon shkeljes drejtave të njerëzit në Po, në Ljubljan. Ato unë dhe Jasha Zobeci kemi dorëzuar në Amerikë. Dhe më thonë, filloj aty ishte një inkurajim.
I thëshë, folshim, kom qenë në kontakt me Zekaria Canën. Ka qenë shumë i vyshëm, ai ka qenë në aktivizmin e tij, po tremun, ka qenë shumë simpatik, ka kupton, neve na ka mbështet, ka kupton, na ka inkuraju, ka kupton, edhe ai Zekariaj e pat intensifiku çështjen e krijimit të këshillit edhe në Kosovë. Vjetor të 89. Po. U themeluaj këshill. Dhe kur e dorëzoj kum pas bëhat humori jo, po më pa të thonë Azem Shkreli. Dhe kur erdhë puna më dorëzuaj me, i mur dokumentet me vete Zekariaja. Nuk i lanë arkimin e këshillit. Pse, profesor, tha sepse ju nuk i runi këtu. E këtu du të mirujt për arkivin e Republikës Kosovës, kur të bëhet Kosova Republika. Këte ma ka thonë Azem Shkreli. Po edhe e keni në obituarin e juj për Zekaria Canën, nekrologun e keni përmend. Po, faleminderit që e pas ke lexuar. Po, obituaret tua për Zekaria Canën, për Ardian Klosin, për plot personalitetet jetës publike, kulturore, politike janë definitivisht jashtëzakonshme. Kisha pas qef mos me ju hin hak edhe këtyne veprimtarëve të Kosovë, veprimtarëve shqiptarë në Sloveni që kanë dhënë një kontribut. Nështë as muj mi përmend krejt, po ata që kanë qenë ma aktiv kështu edhe që kanë dhënë kontribut jashtëzakonshëm. Dëgjoj, tash problemi i përmendjes së njerëzve, e përmend jo e lën tjetër, po përmend është pak problematika. Po unë po them se në Sloveni, shqiptarët e Slovenisë kanë qenë shumë aktiv. Kanë qenë shumë të gatshëm me ndihmu çështjen e Kosovës. Veç po e lidhi me aktivizmin tem në ngritjen e alternativës. Ma vonë edhe të saj. Të Republikës, po se kam qef edhe për këto me. Këta shqiptarë janë, të cilët kanë ndihmu materialisht, këtu du me përmend, kryesisht dhe para së gjithash shqiptarët e Maqedonisë. Shqiptarët e Maqedonisë kanë qenë më bujarët, më të gatshmit, investitorët kryesor të aktiviteteve tona patriotike. Në shoqatën, Migjeni, Alternativa, Republika, Këshilli, më parë. Këte duhet mos me hongër hakun, e kupton. Tash aty, për shembull, aktivizmi i disave nuk është nalë kur, deri edhe gjatë luftës, UÇK-s. Kanë dhënë me 1000 euro, kanë dhënë për shembull për armatimin, për uniformat, për të varfërit. Në Sloveni e kom pas fatin me pas edhe Ukshin Hotin. Ukshin Hotin unë e kam njoft vetëm si një njeri cili ka mbajt një burg, jo, shumë lexime nga ai nuk kisha bë, po unë isha në misi të ngusht me Ekrem Kryeziun. Ekrem Kryeziu, regjisori. Kanë qenë bashkë në burg, në të qenitë të arrestuar. Ai më pat lut, tha, këshër bënja një ven aty se i ka punë të keq, që më thonë. Edhe unë eftova, e inkuadrova, e bëna faktor në atë në alternativë, në revistën, po. Edhe qëndrum deri sa unë vendosa me dalë me Republikën. Ndërsa ai me një grup tjetër, të cilët ishin kryesisht nga rrethinat e tij, domethënë filluan me
demokracinë autentike, e kupton, e cila nuk ka pas jetë shumë të gjatë, po atë e kom pas, në shpiteme e kom pas, shënotin, dhe më thonë, në familjen teme, në kushtet e rënda të familjes, apo rëvesh edhe të ngushticës banesore, a kupton? Po prapë e kom pas edhe nuk jam peshman, me vjen shumë keq si ai muri fund keq, ardhja e tij në Kosovë pas aktivitetit në Ljubljan nuk mund të ishte mos shihej edhe të mos shprushej nga regjimi. Cili ka qenë roli i alternativës dhe në artikulimin e interesave të shqiptarëve të Kosovës? Cili ka qenë kontributi i saj? Edhe çka ka dallu ato prej revistave ose gazetave ose publikimeve tjera? Qëllimin mund të flas për qëllimin i cili është. Do të thonë, ne e nxorëm alternativen kur nuk kishte shtyp të lirë në Kosovë. Vitin 89. Po, nuk ishte. Do të thonë, cenzura e bënte kërdin. Dhe ne donim të mos mbetej zë i mekur, dhe fala latinisht vox clamantis in deserto, në shkretir. Po, dhe më thonë, ne deshtëm që lëvizjet shqiptare, idetë shqiptare, tendencat shqiptare, të thuhen, të mos fshihen. Ta përmena pak ma parë dhe unë kur nuk mund të harroj Ciril Zlobecin kur më ka thonë se ju do t'jeni të suksesshëm, fajtëllumë dhe fitimtar vetëm atëherë kur do të flisni hapur për atë çfarë doni ju. Sepse Serbia ju don një legalitet. Ashtu ju e ka kurthin rreth jush dhe ju azason. E ky është qëllimi, do të thonë informimi me njoft njerëzit, sepse Srilindja nuk mund të shkruan të moç, çka do të dëshironin gazetarët e saj. 89-90. Po. Dhe ajo është shtyp në Sloveni, por nuk është distribu vetëm në Sloveni, është distribu në për krejt teritorin e Jugosllavisë. Edhe në Kosovë ka ardhur ilegalisht apo jo? Ilegalisht ka ardhur në Kosovë. Edhe është shpërndarë në Perëndim, po. Në Europë, në Amerikë, deri në Egjipt për Turqi po se po. Ka pas ndikim kjo, sidomos 89-90. Letrat që janë të botuar atje tregojnë sa ka pas influenca ajo gazeta, ajo fletushtu, e nxjerr nga një njeri kapaciteteve modeste, apo një grup i kapaciteteve jo aq të larta shkrimesh. Pse flitet shumë pak ose dihet shumë pak për rolin e alternativës, edhe të Republikës ma vonë në sensibilizimin, në informimin rreth parë të opinionit publik shqiptar, po edhe në sensibilizimin e opinionit publik ndërkombëtar për gjendjen në Kosovë, për kërkesat e shqiptarëve politike, kështu, po edhe për shkeljen e drejtave të njerëzit. Unë kam menu për këtë. Kam menu për këtë dhe nuk hidhrohem për këtë. Nuk hidhrohesh? Nuk hidhrohem për këtë, sepse unë kam shpjegimin tim. Pse ka ndodhur ai ignorim, mund të thuhet. Është përfindje, po. Është problemi i daljes këtyne publikacioneve në një kohë bukur delikate, do të thonë, kur na nisëm pak më shpurdh. Ai kupton politikisht me qenë më aktiva, grup partitë masanej, se LDK-ja, se partitë e tjera, edhe ne Shkëlzen Gashi, apo unë, marrë përgjegjësinë unë, dhe më thonë, isha bukur kritik,
ndaj disa veprimeve të cilat unë i gjykoj atë të pamjaftueshme edhe jo efikase për momentin. Mendojsha se duhet një dinamizëm më i madh, duhet një seriozitet më i madh, sepse shërimi i atë dheut nga një barbar nuk bëhet. Kërkan mund, kërkan sakrificë, kërkan. E kom godit plagështin politike tonën. Të viteve 90-ta. Po. Edhe kjo është Dhe kjo është një ndër. një ndër arsye. Po. Pastaj unë jam marrë edhe me emra konkret, për shembull, ku kam kritiku, ku kam vënë lojë, e kupton? Që në edhe shumë sarkastik. Me pak ashtu, dhe kjo shkoj tek instancat e larta, të cilat i kishin çelësat e dyrve dhe s'lan me i atë, e kupton? Kjo është këto janë arsyet. Po me qenë se i përmende këto vitet e 90-ta dhe politikën e viteve 90-ta, kritikat e juja për politikën pasive, dhe faktin që keni kërku me qenë ma dinamike, rezistenca jo violente në Kosovë. Qysh i keni pas zhvillimet politike të viteve 90-ta? Në një anë kemi pas Rugovën, cili ka bënë një rezistencë paqësore, po është kritiku se ka qenë shumë pasive, dhe në anën tjetër e kemi pas Demaqin paka shumë, që ka lyp rezistencë paqësore më aktive. Qysh i keni pa këto dy rryma, zhvillimet politike, rrymat, përplasjet mes tyre? Unë, me të thënë drejtën, me vetë faktin se këto dy figura nuk arritën të bashkojnë forcat. Dhe më thënë, mu më ka pas zhgënyu shumë, për të mos thënë edhe piklu shumë, edhe kështu mund të them. Dhe më thënë, këta nuk e patën nga të shmerin, Demaqi ishte një figurë tepër e madhe, Rugova ishte në rrugë për të bërë figurë e madhe, këta Rugova për shembull i interesante si mas menimit tim, që s'mja. Dhe më thonë, interesante me pas për krahjen me një fjalë të mirë të vjen për jashtit, e kupton? Demaqi ka qenë i lidhur me trollin e tij, me popullin e tij, apo kupton? A kishin këta politikisht, po flas. A kishin të meta plot. Kishin plot të metat. Në bazë të asaj që unë mund të krahasoj aso kohë, mes veprimeve të këtyre dhe atyre që po bëheshin në Sloveni për të shkputur nga Jugoslavia. Këtyne hala nuk ju jep ke gjuha, dhe me thonë se bëllë ma se s'dojmë Jugoslavi ma, kupton? Ishin ma të butë, të ishin ma në mënyrë paqësore, mos me prej kërken, ma kuptone. Ajo është, nuk mund është me mëriti për pa i thonë haptas, cilat janë kërkesat tua, si popull. Edemi ka qenë ma kategorik, sigurisht. Dhe ka insistu për me dinamizu jetën politike, me bo rezistencë paqësore ma aktive, demonstrata, proteste. Gjithmonë Ibrahim Rugova ka dashur me lanë përshtypje se ai din diçka që s'ka nevojë me ditë ju tjertë. A kupton? Kjo nuk është në rregull. Kjo nuk është në rregull, duke qenë në rregull në këtë punë. Kur keni filluar me qenë kritik i Rugovës? Ka qenë mes i viteve 90 apo ka qenë më herët? Dua ta di të gjithë. Unë e kisha mik Rugovën, e kisha shok shkolle. A ishte pak para meje, por se ishim bashkë. Është për ta përmend, nona ime dhe nona e ti kanë qenë të vllaznume. Dhe më thonë, a i farë zakoni i lashtë shqiptar për mi pi gjakun nga gishtat njëna tjetërës, po është mutërë. A kupton? Kanë qenë motërzume. Motërzume, dhe më thonë.
edhe këte ne e dini, këte e shmonim shumë, dhe më thonë, da lidhët edhe fakte se ishim 2 jetima. Me qenë jetim në Shqiptari nuk është bashmirë, se sidomos në vitet kur keni qenë. Se cili që takon rrugë ta fut një kokall në kry. Po ta shoh teze nuk e lën, mas pokte, ma e buta, puna bërë, e këto tjerat po i lëm. E po du me tha, pyetja ishte shumë e rëndësishme, kur dhe ku filloj, dhe me thanë, ajo dyshimi im në efikasitetin e punës politike të Ibrahim Rrugovës. Na pa të marrë në shtator të 1990-s në Prishtinë. Antoine Garaponi, dhe më thanë, nga Parisi, ka qenë funksionar në të Këshillin Evropian për drejtat e njeriut, gjyqtar e njohur. Antoine, ajo Louise Kristan, ka qenë avokate nga Londra. Na erdhëm në Kosovë, edhe një nga takimet... Në shtatorët 90-s, ha? Po. Në mas Dykoriku të shtatorët. Aty për këte, ekziston një shkrim i gjatë në Le Monde diplomatik. E kupta. Edhe një prej kërkesave tona ishte për Ibrahim Rrugovën. Formojeni një parti politike. Dhe cila ishte përgjegjja e tij? Kështu mori këtë pozë me, kupton? Jo. Mirë jemi kështu si lidhje shoqate e shkrimtarëve të Kosovës. Kupton? U habetëm këta 2, u habitava unë. Mas një 2 muaj erdhi në Sloveni. Edhe po kalonim një gostivarit na mori me veturën e tij me shku në aeroport me kthy Ibrahimin. Unë ai ulën mrapa, edhe po më thot në këshim ne 2-3 ditë bashkë, po që aty e gjeti momentin, tha, që shësheti, tha, Seli, tha, këtë, që do të përfundon puna e Kosovës. Tha, Kosova do të bëhet republikë. Besomni, ka shku. Ja. Edhe nisi prej aty të deri goti në aeroport, me më tregu, dhe më thanë, prioritetet që ka kushtetuta 74, edhe ajo e mira, e smirave që vjen prej saj, dhe lufta jo duhet të bëhet në mbrojtjen e asaj. Autonomi shtate. Me thanë të drejten, këto 2 momente bon që thash duhet ka pak dajak mediatik. Kjo du të këtë qenë shtator të 89-ës, para se më themeluar LDK-ja. Po, para se më themeluar. Se LDK-ja themeluar në dhjetor të 89-ës. Kjo ishte ajo. Për ndryshe ne kemi organizuar ardhen e tij në takimet e penit, në Bled Sloveni. Në Bled e tjerë, dhe më thonë, kemi po për Rrugovën gjithë shka. Po ajo tut për Republikës. Ja pa të më organizu një koncert atje në Novo Mesto në Sloveni, edhe ata djemt aty këshin bo një skeç me plot Republike, plot Kosovë, a e kuptan, unë a ishim ullim këtu, besot, dridhet e majtën. Mi po kështu ka qenë kritik ndaj tendencave sërbe për me suprimu autonominë e Kosovës dhe ka qenë për njerëzve. Ajo është problem që unë dua të them këto. Unë nuk flas kundër adhetarisë e tij, ai është adhetar. E kupton, duhet të kuptojmë të punë. Me qenë kritik nuk do të thonë se ti po e devalvon dikën ose po detronizon, po denigron kështu po. Jo, ai ishte një ideal i mirë. Recep Sosja më thoshte ishte shpirti i bardhë. Për Rrugovën? Për Rrugovën. Mu më ka thonë, edhe
të kam thonë që nuk rrej. A vërë, aje më ka thonë, aje ka qenë shpirti i bardhë. Mirë po dhe këto, që me thonë, rezervat e ti për me dinamizu rezistencën, me siguri kanë ardhur dhe prej frikës se represioni sërbë mundet me urrit dhe me qenë shumë brutal. Po, kemi shumë çka me diskutu, po me qenë se jemi krejtë në fund, kisha pas qef me diskutu, se që thash edhe më herët, ju keni shkru, i keni taku, i keni intervistu, edhe keni shkru obituare ose nekrologe për personalitete shumë të rëndësishme. Për shembull, ju e keni njoft ose keni bërë dhe biseda me Fadil Hoxhën, Mahmud Bakallin, Azem Vllasin, Ibrahim Rugovën, Adem Demaçin, Recep Qosin, Ismail Kadarein. Kisha pas qef kritë në fund shkurt për secilin prej këtyre ka një menim. Për shembull, kish interesu për Fadil Hoxhën, cilin e keni taku dhe edhe ju keni jetu në Kosovë në kohën kur ai ka qenë edhe funksionar politik. Qysh e keni njoft Fadil Hoxhën dhe si duhet na tricët me vlerësu rolin e tij sipas jush? Si figurë të rëndësishme, si komunist apo si figurë me kontradikta historike? E kom taku një herë. Okay. Ka qenë në një tubim të Partisë Demokratike të Kosovës. Mas luftës në Kosovë. Mas luftës. Ka qenë aty Azem Vllasi, i cili i tha Fadilit, ky është Salik Kabashi. Ky për mu e për ty ka shkruar sa i ka zjetë. Pa më vesh. A di çka tha ai? Dhe që më la përshtypje të jashtëzakonshme më la. Tha, kemi dasht, po s'kemi mujt. Sa kemi mujt, kemi bo. Kur s'kemi mujt, s'kemi mujt. A kuptante? Ishte një fjalë e madhe e ti. Përvesh? Kemi me dasht, ne ka kojt që me një fjalla. Po, nuk ke mujt më shumë. Edhe, se kom taku, edhe Gjavit Nimonin, për shembull. O shumë interesant, to nuk e përmena aty. Edhe tha, në murën shof, tha, Mahmuti, tha. Se i tha Mahmutit, mos jep dorëheqje. Se si t'jep shti dorëheqje, tjerë të kanë me në detyru tonë tjerëve me dhanë dorëheqje. Edhe kjo është interesant për emisionin të. Vazhdojmë. Po, më interesant menimi ju i për Mahmud Bakallin tash, mas Fadilit. Me Mahmudin kom pas raporte ma të ngushta edhe ma intenzive. Shpesh jemi taku në Zvicër, në Sloveni, edhe këtu. Si vlerësoni rolin e tij? Ka qenë një pi figurave ma liberale. Une menoj se 79 njeriu ma i rëndësishëm. Mahmud Bakalli ka qenë një ndër politikan ma inteligent në garniturën në Jugoslave, le të themi, të komunistëve në Kosovë. Besoj se ka qenë i tillë, ka qenë i autoritativ, jo autoritar, autoritativ, dhe më thonë balë për balë me njerëzit të rrezikshëm të Beogradit. E kom çmu, kemi pas miqësit mëdha, a kupton, dhe e kujtoj, me respekt e kujtoj. Thjesht. Azem Vllasi, çu e keni pa rolin e funditeve të drejtas, në përballje me Miloševićin? Ne kemi në ato gazetat e mia, ai shpeshherë jo vetëm nga unë, po të tjerë sidomos, domethënë është deri në fyrje kemi qu, të theme më mirë ashtu, se unë isha i zoti asaj, por unë mendoj se Azem Vllasi e ka tregu vetën shqiptarë. Edhe Azem Vllasin e ka vlerësu, po dasht me vlerësu aparati represiv i Beogradit. Dhe më thonë, te aj pau rrezikun, te aj e pau shqiptarin, e denjë të cilin duhet me burgos, është e vërtet ka. Edhe sjelljet e tij mas lufte kanë qenë dinjitoze për mu. Okay. Për Ibrahim Rugovën veç falem. Po, ajo është miku im.
për mikun tim mund të nxjerrë në një të palar, se thonë, por se ai mbetet miku im. Dhe respekti për te ka qenë i përhershëm, edhe atëherë kur nuk kemi pajtuar. Demaçi, simbol moral, disident politik, njëri shpesh nuk o kuptu për i politikës shqiptare. Ka qenë, domethënë, heroi im. Heroi im e kam dash shumë, dhe e du për zdekni që thojnë atë. Janë disa momente të cilat nuk i kam prit me shumë simpati të ti. Për shembull njëherë, po më thot mu, ti tha, ku i merr informacionet për me shkru, kur formohesh ti me të? As pa lexoj shtypit shqiptare, lexoj këta të këtujt, lexoj serb, lexoj kroat, lexoj italian, lexoj gjermane, franceze, apo. Ja, si sot më kujtohet. Ti duhet, ndes me bo gazetari mirë, duhet me ndëgju vetëm lajmet e orës 20 në Radio Tirana. Fa nuk më dolin për pasat, nuk më dolin, pak janë për mu. Kjo ka qenë minjerë pas daljes nga burgu, me siguri. Andaj kur e viziton Shqiprina, e ndrën edhe kërkon faljen, me familje, të kom qenë indikum për i propagandës Radio Tiranës. Edhe e mu më ka pranua shtë qërshem. Edhe nga të restarë, nuk pa do me më dhonë intervjist. E ke lizuat. Edhe unë ju kërsnova, thash ti, s'me për intervjist, për unë e kom me shpik një intervjist, a e kuptan... Një shpik për gjigje tua. Edhe më ndaj pranaj. Kështu ka që, pranaj, qëfar i trend të është taj, që është të bënë? Recep Qosja? Recep Qosja është... Pak ma vonë kom njofshtu ma drejt për drejt, veprën e ti po, prej fillimit. Si shkrimtare kom dasht gjithmonë, a kuptan? E kështu si njeri e kom taku, do më thanë, nuk ka, 30 vjetë, nuk ka, adet. Njerëzit nuk e kanë njoftë Recep Qosin, do më thanë, si qenje njerëzore, a kuptan? Kanë marrë qëndrime në bazë të prononcimeve të ti politike tjera. Dhe këtu gjithmonë ka mundësi gjithkush me gabu, a kupton. E kom dasht shumë, edhe më ka dasht shumë. Ai ka ditë që unë nuk kem kapaciteti ti, nuk e ka dhënë, mërvesh, po ai ka ditë, po më ka pranu. Kom qenë musafiri në shpinë e ti, në zyrën e ti, në takimet e ndryshme, a kupton. Unë mendoj se është një mendje dritur e kombit shqiptar. Recep Qosja është vështirë me lindë edhe një si aje. Veç me pa veprimtarin e ti, me pa librat e ti, shkrimet e ti, a kupton, kjo është... Një është zakonisht produktiv. Keni në fund edhe Kadaren, me qenë se e keni taku, e keni njoft, e keni intervistu, shpesher edhe e keni kritiku e kundërshtu. Mendimi ju i për ta? Për kënë? Për Kadaren. Kadareja ka qenë mik shpije jemi, mik familje. E kuptan? Njerës në unë e kom plot fotografi nga Tirana, nga Parizi, nga kuptan, nga... Unë e kom dasht dhe kom qenë adhurusi madh i ti bille, të duket ty që shërake tash, me një mësus letërsie pe strillësit Deçanit, kemi pas shkru një letër kundër Recep Qosjes, kur ai, si unë maturant i normales, dhe më thënë viti 5, ai në studime për gjuhë shqipe këto. Kundër Recep Qosjes se ja kishte sharë romanin Dasma.
E kupton, ne këshim lexuar, ishim entuziazmu, sepse ishin ato ardhjet e para të literaturës nga Shqipëria, kupton. E kem paskruar aty, edhe ai na është përzgjedh atë në mënyrën më simpatike të mundshme, pa na shoh, pa shpreh asnjë ildhim. E kem të gazeta Fjala. Fjala, okej. Interesant. Kështu, e kemi dosht, ai më ka respektu, me thonë të drejten, edhe janë prek shumë atëherë kur unë e kom bo një shkrim ku kom full diçka ma ashpër se sa do të duhej për Ismail Kaderin. Është një mendje e driton, një njeri që ka shkru, bukur ka shkru. A kupton, ka jetu në një periudhë ku nuk ka mujt me ikë për Enver Hoxha. Mu më pasirë Enver Hoxha e kësha marrë në grëkën, pusë në dy faqet që thojnë e fjallë. A që po më bëm përshtypje shumë është se pe krejt këtyne personaliteteve ju keni pas edhe shkrime pozitive për ta, po edhe kritika, edhe jeni kritik jo veç për ta, po edhe lavdrus, po edhe kritik, autokritik. Kom hyn hak në zemëllasin, ose këtu me qos, ose këtu me kanë. Sali Kabashi kemi edhe shumë qka, nështë ta me diskutu me orë të tana, po du mi me përfundu këtu, ka kalu ma shumë se një orë. Unë falenderoj shumë për Falenderimi më takon mu për me u shfaqu e me u shprej juve. Ishte kënaqësi, më ke enë, këzë mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe për juve. Natën e mirë. Ti, bele, nuk më blokove ti, nuk më mbylle. Faleminderit shumë.